Lëvizja Vetëvendosje ka dalë fituese e qartë në zgjedhjet parlamentare të 28 dhjetorit me rreth 49% të votave, duke siguruar 56 mandate në kuvend dhe duke mundësuar formimin e qeverisë e vetme përveç komuniteteve jo serbe. Lëvizja Vetëvendosje ka dalë fituese e qartë në zgjedhjet parlamentare të 28 dhjetorit në Kosovë me rreth 50% të votave, duke siguruar 56 mandate në kuvend dhe duke mundësuar formimin e qeverisë e vetme. Partia Demokratike e Kosovës renditet e dyta me 21% të votave dhe 23 ulse, ndërsa Lidhja Demokratike ka rënë nën 14% me 15 mandate. Lëvizja Vetëvendosje ka dalë para edhe në shumicën e komunave, përfshir bastionet e partive opozitare si Gjakova, Prishtina, Prizreni dhe Mitrovica e Jugut. PDK triumfon vetëm në Drenas dhe Skënderaj, ndërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës në Deçan. Albin Kurti e konsideron këtë fitore si sukses të popullit dhe të Republikës së Kosovës, duke nënvizuar nevojën për formimin e institucioneve pavonesa dhe bashkëpunimin me partitë opozitare për ligjet dhe marrëveshjet ndërkombëtare. Në këto zgjedhje kanë votuar 899.521 qytetar brenda Kosovës, ose rreth 45% të drejtës për vot, duke shënuar një pjesëmarrje të lartë krahasuar me zgjedhjet e shkurtit 2025. Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj dhe kryeministri Edi Rama kanë uruar kryeministrin e rizgjedhur të Kosovës Albin Kurti për rezultatin e zgjedhjeve të 28 dhjetorit, duke vlerësuar shprehjen e vullnetit demokratik të qytetarëve dhe rëndësinë e mandatit për zhvillimin dhe stabilitetin e vendit. Nga ana tjetër, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha përgëzoi Kurtin dhe institucionet e vendit për mbarvajtjen e procesit, duke e cilësuar si një shembull frymëzues për shqiptarët edhe në Shqipëri, por nuk kurseu kritikat ndaj kryeministrit Edi Rama, të cilin e akuzoi për shkatrimin e zgjedhjeve në vendin tonë. Ky mesazh përforcon rëndësinë e procesit demokratik në Kosovë dhe rolin e tij si shembull rajonal. Partia Demokratike është duke zhvilluar foltoren e 6 përpara kryeministrisë. Policia e Tiranës ka marrë masat e përjavshme edhe për këtë foltore, që përkon edhe me vigjiljen e festave të fundvitit. Sali Berisha e konsideron këtë moment historik për rrëzimin e regjimit të Edi Ramës. Ai kërkon sakrificë dhe angazhim maksimal nga demokratët dhe aleatët, duke nënvizuar rëndësinë e përfshirjes së të rinjve dhe strukturave të Partisë Demokratike në veprimtari shumë planshe për projektin transformues të Shqipërisë. Berisha thekson se koha është e pamëshirë dhe vetëm përmes veprimtarisë organizuar mund të arrihet misioni historik për përmbysjen e autokracisë aktuale. Qyteti i Vlorës po përballet me një krizë të thellë të ujit, pasi prej më shumë se 4 ditësh linja kryesore që furnizon qytetin me ujë ka psuar defekt, duke lënë mijëra familje pa furnizim. Sot situata ka eskaluar dhe qytetarët dolën masivisht në sheshin përpara Bashkisë së Vlorës për të kërkuar një zgjidhje të menjëhershme. Disa qytetarë u përplasën me policinë te dera kryesore e institucionit, duke goditur me bidona e duke tentuar të hyjnë në ambientet e brendshme për të kërkuar takim me kryetarin e bashkisë. Forcat e rendit u përpoqën të ruajnë sigurinë publike, ndërsa qytetarët shprehin zemërim për mungesën e ujit dhe mos reagimin e institucioneve përgjegjëse. Ndërkohë, një pjesë e qytetarëve ju drejtua burimeve nëntoksore pranë tunelit të ujit të ftohtë për të mbushur enët me ujë, duke treguar dëshpërimin e komunitetit për situatën e krijuar. Ata thonë se ky problem ka ndikuar rënd në jetën e përditshme, duke kufizuar aktivitetet bazë të familjeve e shkollave. Protestuesit kërkojnë që zgjidhja të vijë sa më shpejt dhe paralajmërojnë se nuk do të tërhiqen derisa qyteti të rifitojë furnizimin normal me ujë. Ngjarja ka tërhequr vëmendje në masë dhe po ndiqet nga strukturat e sigurisë, ndërsa banorët e Vlorës duken të vendosur ta mbajnë situatën në presion deri në gjetjen e një zgjidhje finale. Kryeministri Edi Rama ka reaguar lidhur me defektin në rrjetin e ujësjellësit që kalon qytetin e Vlorës pa ujë për disa ditë. Në një postim në rrjetet sociale, Rama tregoi se shkaku është një pajisje e montuar në vitet 2009-2010 jashtë standardeve, që nuk e mbajti presionin e ujit, duke shkaktuar shpërthimin e tubacionit. Rama nderoi punën e palodhur të punëtorëve të ujësjellësit dhe të Agjencisë Kombëtare të Ujësjelljes Kanalizimeve, që prej ditësh po punojnë për riparimin e defektit. Rama ju drejtua qytetarëve me një mesazh dukshëm tallës, teksa ata po vuajnë nga kjo situatë prej ditësh. Ai e cilëson këtë situatë të vështirë plasje të syrit të keq dhe u kërkon ndjes për peripecinë e pamerituar. Ky reagim ka shkaktuar debat në rrjet, ndërsa qytetarët e Vlorës vazhdojnë të përballen me mungesën e ujit, duke kërkuar zgjidhje të shpejtë nga autoritetet.
Kryetari i Gjykatës së Lartë Sokol Sadushi shpreh shqetësim për funksionimin e sistemit të drejtësisë. Ai thekson mungesën e gjyqtarëve dhe prokurorëve duke vënë në dukje se kuotat e pranimit në shkollën e magjistraturës janë përgjysmuar, ndërsa deri në vitin 2028 pritet të dalin vetëm 67 gjyqtarë të rinj. Sadushi konsideron KLP-n dhe KLG-n pa vizion dhe kërkon masa konkrete për korrigjimin e kuotave. Ai pranon se reforma po ecën, por thekson se duhet zbatuar me sa më pak dëme dhe se mungesa e gjyqtarëve aktualisht 110 më pak se kapaciteti është problemi kryesor i sistemit. Sadushi ngriti shqetësime për rekurse të cilat shpesh refuzohen dhe nuk trajtohen sipas ligjit, duke shtuar se më të pasuksesshmet janë ato me pal shtetin. Në përfundim ai apelon për një qasje më strategjike dhe për përfshirje më efektive të rinjve në sistemin e drejtësisë. Ditën e sotme janë bërë disa ndryshime në Policinë e Shtetit, ku drejtori i përgjithshëm Ilir Proda ka firmosur shkarkimin e drejtorit të Drejtorisë Vendore Lezhë Altin Mena dhe të zëvendës drejtorit për rendin Tauland Gjoka me motivacionin performance dobët. Në vend të tyre si drejtorit DVP-s Lezhë është komanduar Kujtim Gjoka. Pas shkarkimit Altin Mena është emëruar zëvendës drejtor për sigurinë publike në DVP-n e Kukësit, ndërsa Tauland Gjoka shefi i sektorit të sigurisë publike në DVP Shkodër. Po ashtu janë shkarkuar shefat e komisariateve në Dibër e Kamës, Mariglen Duçi dhe Besmir Dervish. Në Dibër është emëruar Erviz Gjoshi, ndërsa Sentilian Andreu është komanduar përkohësisht shefi i komisariatit numër 5. Sipas Policisë së Shtetit, vendimet janë marrë pas vlerësimit të performancës nga Drejtoria e Standardeve Profesionale, proces që do të vijojë edhe në drejtoritë e tjera vendore. Një shpërthim i fuqishëm në hyrjen e një pallati në zonën e Perashit në Shkodër i mori jetën sot 69 vjeçarit Hysni Ymeri. Viktima sapo kishte ardhur nga spitali për të vizituar bashkëshorten e sëmurë me kancer. Ai u transportua menjëherë në spital, por nuk mundi të mbjetonte plagëve të marra. Ekspertiza mjekoligjore ka konstatuar djegje dhe dëmtime nga energjia elektrike, por nuk përjashtohet mundësia e shpërthimit me lëndë eksplozive, për të cilën po kryen analiza nga antiterrori. Ngjarja ka tronditur banorët dhe strukturat hetimore, ndërsa dy pista kryesore janë një defekt elektrik ose një sulm i qëllimshëm. Familjarët hedhin poshtë mundësinë e ndonjë konflikti të fundit, ndërsa hetimet po vazhdojnë duke marrë parasysh edhe historikun penal të disa anëtarëve të fisit të viktimës. Djali i tij ndodhej në spital me nënën në momentin e ngjarjes. Bisedimet e së dielës midis Donald Trump dhe Volodymyr Zelenskit mund të lehtësojnë kontaktin e parë direkt midis udhëheqësit ukrainas dhe Vladimir Putinit pas më shumë se 5 vjetësh. Sipas Fox News, një telefonat Zelenski-Putin do të konsiderojë një fitore diplomatike për Trumpin dhe një hap kyç drejt negociatave për paqe. Plani i paqes që diskutohet përfshin garanci sigurie 15 vjeçare nga SHBA-t për Ukrainën, me mundësinë e zgjatjes, ndërsa Kievi kërkon horizonte 30 deri 50 vjeçare. Zelenski po planifikon gjithashtu takime me negociatorë amerikanë dhe europianë në Ukrainë dhe kërkon miratimin e garancive nga parlamentet europiane. Kremlini konfirmon se nuk ka telefonat planifikuar Putin-Zelenski, megjithatë Peskov thotë se diskutimet për paqen janë në fazën përfundimtare. Zelenski thekson se ligji ushtarak do të hiqet vetëm kur të sigurohen garancitë e sigurta që të parandalojnë agresionin rus. Takimi i Mar-a-Lagos, ku shqyrtuan 20 pikat e planit të paqes, shihet si hap përpara në përpjekjet diplomatike. Kina ka nisur stërvitje të mëdha ushtarake rreth Tajvanit, duke simuluar pushtimin dhe bllokadën e zonave kyçe si paralajmërim ndaj forcave separatiste. Ushtria kineze përfshin marinën, forcën ajrore dhe raketore, ndërsa stërvitjet e koduara misioni i drejtësisë 2025 vijnë pas njoftimit të SHBA-ve për shitjen e armëve në Tajvan me vlerë $11 miliard. Pekini ka reaguar me sanksione ndaj kompanive amerikane dhe akuzon presidentin tajvanez Lai Ching-te për përpjekje për pavarësi. Tajvani ka vendosur forcat dhe sistemet raketore në gatishmëri të lartë për të mbrojtur ishullin dhe popullin e tij. Stërvitjet kineze përfshin armëzjarri dhe simulime të sulmeve ndaj porteve dhe objekteve strategjike. Presidenti Lai thekson ruajtjen e status quo-s dhe forcimin e mbrojtjes për të parandaluar çdo pushtim, ndërsa shumica e tajvanezëve mbështesin qëndrimin aktual pa bashkim me Kinën apo shpallje zyrtare të pavarësisë. Ish zonja e pare e Koresë së Jugut Kim Geun-hee, bashkëshortja e ish-presidentit Yoon Seok-yeol, akuzohet për pranim rrëshfeti prej më shumë se $200.000 në mallra luksoze si bizhuteri, çanta dhe art, si edhe për ndërhyrje në punët e shtetit. Ajo u arrestua në gusht dhe përballet me akuza të shumta, përfshirë korrupsion pasiv, manipulim të tregut të aksioneve dhe shkelje të ligjit zgjedhor. Prokuroria thotë se Kim veproi mbi ligjin dhe bashkëpunoi me një organizatë fetare, duke vënë në pikpyetje ndarjen e fesë nga shteti. Përveç çantave dhe bizhuterive, ajo dyshohet se ka marrë një pikturë të njohur artistike dhe orë dore luksoze. Kim mohon të gjitha akuzat duke i quajtur thellësisht të padrejta. Vendimi i gjykatës për ish zonjën e parë do të shpallet në datë 28 janar, duke shënuar një moment historik, pasi kjo është hera e parë që një ish president dhe gruaja e tij përballen të dy me akuza penale të ndara.